Zotim Solem, unin në nënshkruari Gjergji Boçi, pohoj me ndërgjegje të pastër përpara Perëndis dhe përpara hirësisë së tij, mitropolitit të Beratit, Vlorës dhe Kaninës, Imzot Astit, duke dashur të bëhemi denjë për dhuratën e priftërisë në gradën e dhjakonit, se do të punoj vetëm për shpëtimin e shpirtrave të grigjës shpirtërore që do të më besohet. Gjithmonë do të jetoj sipas mësimeve të Ungjillit të shenjtë, të apostujve të shenjtë, sipas kanoneve dhe mësimeve të etërve të shenjtë të Kishës Ortodokse. Nuk do t'i harroj kurrë fjalët e apostull Pavlit, i cili kërkoi që prifti të jetë i pa të met, burri një gruaje, i kujdesshëm, i përmbajtur, i urtë, mikpritës, mendjekthjellët, jo i dhunshëm, jo lakmues si paras, i sjellshëm, paqësor, jo lakmitar, drejtues i mirë i familjes së vet. Sepse nëse ai nuk di si të drejtojë familjen e vet, si do të kujdeset për kishën e Perëndis? Do të përpiqem për t'i përmirësuar këto cilësi në veten time dhe të tregoj që jam i denjë për thirrjen priftërore. Përfundimisht, pohoj se do t'i bindem mitropolitit tim, hirësisë së tij Astit, si dhe rregullave të sinodit të shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefalit të Shqipërisë. Perëndia më ndihmoft. Berat, më 26/10/2025. Gjergji Boçi. Dëshmi, apostujt e shenjtë që i ka rregulluar të gjitha mirë, së bashku me Eshrin Shifror dhe të shenjtë që kanë caktuar që asnjë të mos pranohet në radhët e priftërisë së papasur më përpara informacion të saktë, sepse nuk duhet të kryen misteret e shenjta nga njerëz që nuk janë të denjë. Sot kam ardhur përpara tek unë, biri im shpirtëror Gjergji Boçi, i biri i Vimos nga Krutja, dhe që ka kërkuar të marrë gradën e priftërisë. Unë mbajta përpara ikonës së shpëtimtarit tonë Isu Krishtu dhe jam në thelluar në zemrën e këtij personi, duke kryer misterin e rrëfimit. Gjithashtu jam informuar edhe nga njerëz të tjerë të respektuar që e njohin jetën e tij dhe nuk ka gjetur asnjë gjë që të mund të pengohet sipas kanoneve të Kishës Ortodokse për të marrë gradën e priftërisë në dhjat. Unë dëshmoj se është i denjë për priftërinë, se është në moshën e duhur sipas rregullave dhe të gjithë. Prandaj ju jap këtë dëshmi që vërtetoj me firmën time. Ati shpirtëror Ilia Zak. Sot të kremten e madhe të Shënt Dimitrit, dëshmorit të madh dhe mrekullibërës, u mblodhëm në kishën katedrale të qytetit tonë të dashur Beratit. Kishë që feston sot, që mban emrin e këtij shenjtori të madh, dhe që ka hyrë në historinë e krishtere të qytetit edhe si shenjtor mbrojtës i tij. Këtij gëzimi i shtojmë edhe një gëzim tjetër, atë të dorëzimit në dhjakon të Zotit Gjergji Boçi. Gjergji Boçi lindi në vitin 1989 në Krutje, nga dy prindër besimtar dhe shprestar ortodoks, Dhimon, apo siç e kishte më gjatë, Nikodhimin, dhe Donikën, që në vogli ju afrua gjyshit priftit të mbijetuar nga sistemi ateist, atit të nderuar Atë Sotir Boçit, që kishte shërbyer në Krutje dhe që rifilloi shërbimin priftëror pas vitit 1991. U pagëzua në vitin 1993 dhe merrte pjesë në programet e katekizmit në fshat dhe ndërkohë ndihmonte edhe në hierore dhe merrte pjesë në kampet dhe takimet e të rinjve të ndryshme. U rrit me frymën e kishës, nga dashuria për Krishtin dhe për të mësuar dhe u thelluar në besim dhe njohuri për Krishtin dhe kishën e tij,
Ai vendosi të studiojë në Akademinë Teologjike Gjallja e Krishtit në Shënvlash. Përfundoi studimet tani së fundmi, duke lënë me njanë periudhat e vështira dhe duke u fokusuar drejt shërbimeve që ofronte nëpërmjet atë të Tertit, atë Iliagogës, apo dhe drejtuesit të tij, atit shpirtëror Ilia Zakës, dhe së fundmi edhe nga mitropoliti. Ndërkohë, krijoi familje duke u martuar dhe u kurorëzuar me bashkëshorten në Theodora, duke u trashëguar me një birë, Joanin, dhe tani Gjergji vjen për të shërbyer Krishtit dhe kishës si klerik. I dashur Gjergji, sot ti po vjen ti dorëzohesh Perëndis për të shërbyer me dashuri dhe përkushtim. Ju përgjigje thirrjes për një mision shërbimi dashurie, për një mision ungjillëzimi të përhapjes së fjalës Perëndis, të lajmit të mirë, për një mision të interpretimit me vepra, me punë, me urtësi dhe durim, për një shërbim të vazhdueshëm në kishën e Krishtit, për ta ruajtur dhe për ta zbukuruar, për ta dashur bukurinë dhe hijeshinë e saj. Ju përgjigje thirrjes për të marrë përgjegjësi më të mëdha të shenjta dhe hyjnore dhe ofrimi dhe shërbimi ndaj vëllezërve të krishterë. Pra në vazhdim, me anë të lutjeve në adhurimin e përbashkët, atë të shërbimit të nevojtarëve, ndihmës së barinjve të kishës dhe udhëheqësve të saj, përcjelljes së paqes dhe gëzimit dhe ngushëllimit. Tani, nevojitet të hapësh akoma dhe më tepër zemrën tënde ndaj dhuratës së Shpirtit të Shenjtë, hirit Perëndis, që të mbushi me besë, dashuri, fuqi dhe shenjtërim, ashtu si diakonet e shenjtë, Stefanin, Laurentin, Isaurin, Romanin e të tjerë, që të tregohesh punëtor dhe shërbëtor i përsosur, i vreshtës së Zotit dhe i grygjës dhe popullit të Perëndis. Eja pra vëllai i shtrenjtë në Zotin, eja tani në gëzimin e Zotit tënd. Urdhëro të Zotë paraqiten përpara teje. Emnatit Birit dhe Shpirtit Shenjtë. Amin. Emnatit Birit dhe Shpirtit Shenjtë. Emnatit Birit dhe Shpirtit Shenjtë. Amin. Hiri i Perëndishëm, që i shëron të gjitha lëngatat,
edhe i plotëson të gjitha mungesat, e dorëzon në dhjakun Besëmir Gjergji, dhjakon. Prandaj, le t'i lutemi Zotit, që t'i dërgoj hirin e shpirtit të tërëshenjtë. Le t'i lutemi Zotit, më shëro Zot. O Zot, o Perëndia ynë, që u dërgon dhuratën e shpirtit të shenjtë atyre që ke urdhëruar të shërbejnë për misteret e tua të shenjta. Ti o krye Zot, ruaje shërbëtorin tënd Gjergji, që patë mirësinë ta dorëzosh me anën time. Forcoja abesën, pajsoja ndërgjegjen, jepi hirin që i dhurove Shën Stefanit, dëshmorit të parë, të cilin e ftove të pare në fushën e shërbimit tënd. Vlerësoje ta nderoj shkallën që i dhurove e pas mirësisë sate, dhe tregoje shërbëtorët të përsosur të madhështisë sate, se jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia e Atit, e Birit e edhe Shpirtit Shenjtë, tani e përherë në jetët e jetëve. Amin. O Perëndi, shpëtimtari ynë, që na dërgove Shën Stefanin si dhjak të parë, ti o krye Zot, shtirë syrin mbi shërbëtorin tënd Gjergji, të cilin e vlerësove të hyjë në shërbimin e dhjakonisë. Mbushe me besë, me dashuri, me fuqi dhe shenjtërim, me përmbjardhjen e Shpirtit të Shenjtë, se hiri nuk jepet me dorëvënien time, por me zbritjen e mëshirave të tua të pasura. Pra vlerësoje të largohet për çdo mëkati, të qëndrojë faqebardhë përpara teje në ditën e trembshme të gjyqit tënd, dhe ta marrë shpërblimin e sigurt që na ke premtuar, se ti e Perëndia ynë, ty të dërgojmë lavdin, Atit, e Birit edhe Shpirtit Shenjtë, tani e përherë e në jetët e jetëve. Amin. Idejnë. Aksios. Idejnë. Aksios. Idejnë. Aksios. Aksios. Duke lypur bashkimin e besës dhe pjesëmarrjen e Shpirtit të Shenjtë, veten tonë dhe njëri tjetrin dhe gjithë jetën tonë Krishtit Perëndis, le t'ja parashtrojmë.